500 euro u bo një delme, 1.300 euro. Norvegji kam 2 djel, i kanë 50 punëtor, firman e vetë e kanë. Kush dënë me punu, kush dënë. Vend shejer për dujnë, me dollë me pi kafe. Sa pula i keni? 65. A keni përfitime prej tyve? Si më ngushtune, 1.040 euro kam benzin. Gjermani 30 vjetë. Qatë ditë që i kom bo 65 vjetë, qatë dite jom njës kënjena. A Gjamilazem kaldona pak jetën në fshat, që është me jetu në Karaq? Në Karaq, mira me jetu, për s'po dënë kërkush. Pse? S'po dujnë, vend shejer po dujnë, me dollë me pi kafe, mu shëtit, kape ju duket si keq. A mu në shejer nuk po më rrihet. Une që ka qef, te i pare kesh të mil kumpira, kepti mila kumpirat, ke djali edhe gruja jem, ata shkun të pusht, unë e meta këtu me pula. Qysh e janë të jetën këto? Unë e shumë mirë. Këtu në fshat shumë mirë. Ujtë e kemë që reka o pusht, të në nasenet i kemë këtu. Nuk ju mungon kur gjo? Kur gjo absolut s'mungon. Sa pula i keni? 65. A keni përfitime prej tyve? Si më ngushtune, 1.040 euro kam benzin. E kom edhe Trepqe, s'kom punu në Trepqe, edhe në Gjermani 30 vjetë. E qysh e këthy në Kosovë? Una? Po. Une qatë ditë që i kom bo 65 vjetë, qatë dite jom njës kënjena. Edhe më ka thirë shefi, mazi jom dollë. Tha, fek, thash, orna, ku i, thash, shpe. A ban me ordejte unë? Thash, ban. Erda, shkuva atë. Tha, kum një po këthej është Kosovë. Thash, po. Mos o këthej. Pse? Rretha këtu, unë të mojnë punë këtu, që ka që pare, tha, i merë, kam drejt me të mojtë. Tjerat, qështë merën veshën e ti. Thash nalë se e kam unë edhe një shef. Tha, pa jo shqiptarë si vetë një gratë, thash jo grunë s'pe veti. E thira djallin Norvegji, kam 2 djel, i kanë 50 punëtor, firman e vetë e kanë. Ta na mirë senet, kush dënë me punu, kush dënë, e ka plot edhe jashtë, po kur gjo përshijat, këta mirë po punujnë, mirë janë. Po jo, a ishi këthy me jetu në qytet, për shembull, dikon në Prishtinë ose dikon tjetër? Komune 3 shtëpia krejt 2 kotë që janë të që këj barketi në rrugë, ka i njën gjitë për pjetë majnolti. Qatu, marketi është qëtu, 3 shtëpijat e mija janë qështu, dektena pe asfaltit deri fund atje. T'ju vetë? Krejt mijat. Qysh e kishi përshkru jetën këtu në fshat? Qysh është me jetu këtu? Qysh është dallimi mes qytetit? Unë vije këtu gotin 6 sauti. Vetë kam qef, si kur me shku në punë. Po. Qëna e pi që një kafe, e pi edhe drejt ka vije. Qëtu e qes një karik, unë zna, ma do me nejtë farojri është që me të adhon 2 janë. Ajri pastër. Edhe qaja po më manë muë. Se unë e kumë punu 16 vjenë Trepqe. Një njerë. Po. Edhe 30 vjetë farë punë e tronë kumë posë në Gjermani. Që? Fundit po e shijon këtu në Katon. Une ma qef kom ka. Që këta, koj shia këtu, këta ka maru Halil Kastrati. Po dojnë mu hjeq këta djelët, janë zhdirë këposhtë. Arrin një plak me i plak qëtu, asë rrinë zdi, krejt po dojnë me dalë. A keni mirë këtu me kojshi? Mirë, që atje kom një vlau, të qaj shkoj
pi qaj ka herë rije, që bili se deshtën krejt me i milë kumpirat, e thirra thash hajde ka, ja dhe dova tokën tem, e kum livru, kum vlaqite, kum hidis, thash që e milë qa dush. Qa me bo? Ja ke dhanë edhe gjysën e tokës vllat për me pas edhe ajo qa me punu. Me punu, në të me mjellë, punu. po, A e qanë mirë me vllazni, kështu po? mirë. Qysh është jeta nëse veç rinia dalin në qytet me jetu, çka ju kishte thonë? Po i dalin rinia në qytet me punu, po porës po kanë, apo e njën për det po vrahën, për det po mytën, për det, unë i kam 3 nipa, këto në Kosovë, një djale kam këto, është në punë, e aty në nipave ja hongra kryet, kur e marë benzin, jo jepi pare, kur nisën shkollë me shkue, dimnit, mu gashin pak për javë jepin ka njera. Isha, hej, nënë, hadi një knina, mos t'ju shiu në atje javë jepsha. Po mirë nuk po dojnë. Nuk po dojnë me punue. Por që ta po thëmë, thmive sa të munëm me ju fole, me ju asi, që shkollë tha malti e kanë zonë një thmi. Katastrofë. Tregon pak, qysh e kishe menu jetën me jetu familja jote në qytet, e ti që jeton këto? Qysh është? Ti nuk jeton gjdo... Unë veç vije vjen me ditën, që vijone. Vije heret, ilshoj, ju qesu, ju qes me hongër, edhe hypi biciklës, shkoj sherë, hap buk, pi qaj, flej pak pushoj, gjitë në hapet, koj mledhi vët, edhe qështu. Qa menon, qysh ishte me kani një mesazh jote për rinin e Kosovës? Po rinin e Kosovës, mos sjell sherit kot. Mos sjell. A peshe 500 euro u bo një delme. 1.300 euro. I ka një që të dëdhi, por dhe të vinë që sajt nalin si adin shpin, vesin, ku ko shpin për me ble tongër. Që, shoj atja një në atë fush atje, s'ka njëri gjallë. Knena skrëmja, kërkush. Knena shlevica, kërkush. Që karoqa 3-4 shpi. S'ka. Sa e kërë shqit ti për shambull një pull? Unë këtu i kum blet zëj. Që bili që ato të kuqet, nestra një javë i kum borë 20 copa, nuk i shesën. I mojnë për qef, për veti? I moj veç për qef. Kur të vje puna qikave, ju jepe vojë, qiks, një kam këtu, një në Suedi, ju jepe vojë. Bosh që bëj atje në Aldverës, është reka, si ja nisi të kë vlavë të jep. Veç ja thirë, hajde, i merë 2-3 patligjona, kastravet, spec, krejt bio. I luta, hajde të molëm edhe një lup, e alëshoj 2-3 vica me i mojt, dhe shumë qëtën prësh, sëm lanë. Dhe ishte edhe që ato me mildi, thash ju kësha pru vëve, speca, patligjona, të në jau kësha pru, bio. Jo, s'po na duhet, mos të duhet, as mu s'po më duhet. Qa me i thonë? Qështu. Faleminderit shumë Xhami Razem. S'ka kur gjo, kalofshi mirë edhe jo. Faleminderit shumë.